Mesazh kam për ish pronart të përndjekurit politik, duke u shprehur ndërimin me të madh, por dhe duke kërkuar edhe ndjes për gabime që kjo parti ka bërë në të shkurën në ligjet caktuara. U jap fjalën nderit, se detyrimin që shoqëria shqiptare ka ndaj tyre, Sali Berisha e konsideron borxhin e nderit tij. Dhe ai borxh do shlyhet brenda një mandati. Ai është borxh dhe vetëm borxh. Dhe shoqëria nuk do rri më atyre as një ditë më shumë se mandatin e parë. Do zjapim përgjigjen përfillimtare pronës, do anullojmë të gjitha ligjet e sotme të Edi Ramës, që grabit plaçkit pronat si në 46-ën. Parlajmëroj ministra strategjik. A e dini o miq, a e mërë të vesh, se pas gjashkës strategjike na doli Ibrahimi strategjike. Këta 1 dhe 2 këto ministrë bojnë burra strategjik. Do e marrim të gjitha ato prona, që të gjitha ku janë, kus janë, do hipen pronarve, mos guxoni të pretni pronat e shqiptarve.